Prej më shumë se 50 vitesh, mjeshtri Stefan Laze realizon punime të ndryshme në bakër. Artizani Dropullite nisi gjithçka për të mësuar një zanat, ndërkohë që me kalimin e viteve, kjo mjeshtëri u kthye në pjesë të pandashme të jetës së tij. Unë këtë zanat e mësova në Gjirokastër, në vitin 77. Qenë diu sallar atje, di vëllezër, Arseni dhe Panajoti. Edhe atje mësova zanatin. Edhe punova në kooperativë, një 2-3 vjetë, në bas kooperatives, futëm në ndërmarrjen e riparim shërbimit. Po tani vështirë ishte si ta mësosh këtë zanat, nuk është kollaj shpje të bëhet këtë zanat. Po, fillimisht me një qik vështirësi e mësuam. Erdhem këtu, ndenjem ne atje të Kustaj një vit, edhe pasaj erdhem këtu avash. Edhe kemi tani, po thoj se 50 vjetë kje punoj këtë zanat. Për artizanin 65 vjeçar të realizosh punime në bakër është e vështirë, por gjithashtu edhe e bukur. Kërkon durim, vullnet, por merr kënaqësi kur njerëzit të vlerësojnë për punën e bërë dhe i cilësojnë të dobishme në përdorimin e përditshëm. Po patjetër, ku bën një punë të mirë, patjetër ju do vlerësohet, se unë kam 50 vjet këtu që punoj këtë zanat. Edhe kur e merr tjetri një kazan për të nxjerrë raki, në qoftë se nuk do t'ja bësh mirë kazanin, do vitë nesër do thotë nuk më bëre punë, s'është jam stabil, nuk jam i lëvizshëm. Për shembull, ai gjesh i lëvizshëm, për shembull, mund të shkojë në një vend, e shite kazanin, i kuaj. Nxorë apo nxorë raki, nuk do ta gjesh me atë usta. Kurse këtu është ndryshe. Me kalimin e viteve, kërkesat për punimet në bakër nuk janë më si dikur. Tashmë Stefan Laze realizon vetëm punimet e traditës ose kazan bakri për prodhimin e rakisë tradicionale. Megjithatë, dihet mirë që ky zanat vazhdon të vlerësohet aq më tepër për turizmin. Bakeri sa vete tani edhe nuk e përdori shumë në shtëpi, se ka dalë alumini, ka dalë inoksi, dolen këto. Po njerëzit ata që kanë si e duan, e përdorin. Në fund të intervistës, ai flet me dhimbje për mungesën e artizanëve të rinj në punimin e bakrit, ndërsa dëshiron që kjo mjeshtëri të mos shohet në zonën e Dropullit dhe Gjirokastrës.